Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu subhanahu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu, wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأشهد أن عيسى بن مريم عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا في محكم التنزيل: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: كيف أنتم إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmit mëshiruesit, Allahun Zotin e vetëm të vërtetë falenderojmë, vetëm prej Tij falje dhe mëshirë kërkojmë, sepse ai është Zoti i vërtetë dhe Zoti i botrave, cili ndoqë i madhi Zot Allahu e udhëzon, nuk ka kusht ta humbë dhe devijoj, dhe cili do që humbë dhe devijon nuk mund ta udhëzojë të drejta dhe e vërteta askush tjetër përveç Allahut Xhella Xhelalu. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka Zot të vërtet që meriton të jetë Zot, të njihet si Zot e të adhurohet si Zot përveç Allahut. Ai është një i vetëm pa shok. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu vesselam ishte njeri dhe i dërguar i Zotit, vula e profecisë në tokë. Dëshmoj dhe deklaroj se Isa i biri i Merjemes ishte rob i Zotit, njeri dhe i dërguar i Tij, fjala e Zotit dhe urdhri i Tij bëhu që Zoti e shpalli dhe e fryu te Merjemja. Ishte njeri dhe i dërguar dhe i dashur i Zotit. Dëshmoj dhe deklaroj se xheneti ekziston, është i vërtet dhe ekziston. Dëshmoj dhe deklaroj se xhehenemi është i vërtet dhe ekziston. Vëllezër dhe motra, fjala më e mirë dhe më e bukur është fjala e të Madhit Zot në Kur'anin famëlar. Udhëzimi më i mirë dhe më i bukur është udhëzimi që skicoi me jetën dhe me veprën e Tij Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka dyshim se gjëja më e keqe që mund të ekzistojë mbi faqen e dheut janë sajesat në fe dhe në besim. Çdo sajes në fe dhe në besim është humbje, dhe çdo humbje e çon njeriu në zjarrin e xhehenemit. Zotit i lutem për vete dhe për ju që të na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Vëllezër dhe motra, jemi në meditimin ton mbi surën El-Maide, dhe sot me shpresën e të Madhit Zot do të jemi besoj në stacionin e parafundit, pasi kemi edhe një stacion fundit për mësimet dhe urtësitë që na jep suratu El-Maide. Ndërkohë që sot do të ndalemi tek fjala e të Madhit Zot në dy faqshin e fundit të surës El-Maide. Yawma yajma'u Allahu ar-rusula fayaqulu madha ujibtum qalu la ilma lana innaka antal alimul hakim. Ditën e Kiametit, Allahu do t'i mbledhë të gjithë profetët dhe pejgamberët dhe do t'ju thotë si ju janë përgjigjur popujt, si kanë reaguar popujt ndaj ftesës që ju keni bërë. Pejgamberët një zëri do të thonë: nuk kemi dituri, ti je i gjithë dituri, ti je i urti. Nuk kemi dituri, ndërkohë që pejgamberët kanë dituri të mjaftueshme për atë se si kanë reaguar popujt ndaj ftesës së tyre. Komentatorët e Kuranit thonë: nuk kemi dieni për urtësinë se përse po na pyet neve,
ndërkohë që ti e din shumë mirë se si ka qenë reagimi i tyre, o Zot, ti je i gjithdituri dhe ti je i urti. Menjëherë mbas këtij ajeti kuranor, Allahu xhalla xhelalu i drejtohet Isait alayhi salatu wassalam. Idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam, اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس إذ تكلم الناس في المهد وكهلا. Allahu xhalla xhelalu menjëherë mbas këtij ajeti tregon se si do të drejtohet Isait birit Merjemës alayhi salatu wassalam. E kur Zoti do t'i thot Isait birit të Merjemës, o Isa, o biri i Merjemës, përkujto mirësitë e mia ndaj teje dhe ndaj nënës tënde, sidomos ndaj teje kur të përzgjodha si profet dhe pejgamber, kur të dhash mundësinë që t'ju flasësh njerëzve në djep, ku të dhash mrekulli, si mrekullia e ngjalljes së të vdekurve, jo me fuqinë e tij, bi idhnillah, me lejen dhe fuqinë e Zotit. Tubriul akmaha wal abras, shëroje të verbrit dhe lebrozët bi idhnillah, me lejen e Zotit. E të tjera mrekulli që Zoti i përmend në surat e tjera të Kuranit, kur krijon prej baltës në formën e zogut dhe i fryn dhe ajo kthehet në një zog të vërtet bi idhnillah, me lejen e Zotit. O unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum, i njoftoj për atë që ushqeheni dhe për atë që keni të rezervuara në shtëpitë tuaja. Idh allamtuka al-kitaba wal-injila wat-taurata, kur ty të mësova librin, Teuratin dhe Ungjillin, kur ty njerëzit të mohuan dhe vetëm havariyunët, pra më të afërtit e tij, njerëzit më pranë tij, dishepujt e tij, besuan dhe than ishhed bi anna muslimun, dëshmo se jemi dhe ne musliman si puna jote. Musliman? Po musliman. Allahu xhalla xhelalu kur flet për pejgamberët në Kur'an, na tregon se gjithë pejgamberët kanë dëshmuar për veten e tyre se janë musliman, pra të dorëzuar ndaj Zotit, kanë besuar Zotin një të vetëm, dhe ata nuk kanë qenë gjë tjetër vetëm se përcjellës të mesazhit dhe fjalës dhe ligjit të Zotit në tokë. Siç përmendet kjo disa herë në surën Al-Maide dhe në surat e tjera të Kuranit. Dhe këtu vjen një moment tepër interesant, një moment kur nxënësit e tij dhe njerëzit e tij më të afërt i kërkojnë Isait alayhi salatu wasalam një mrekulli. E nga kjo mrekulli e ka marrë emrin surja që ne lexojmë El-Maide. Surja El-Maide, e përkthyer në gjuhën shqipe, surja e tryezës. Kapitulli mbi sofrën e zbritur nga qielli, nga Zoti i gjithësisë, si një mrekulli për Isain alayhi salatu wasalam dhe bashkëkohësit e tij. Normalisht që ne si musliman e duam, e lavdrojmë, e nderojmë, e respektojmë Isain alayhi salatu wasalam dhe të gjithë pejgamberët e Zotit. Po sidomos Isain alayhi salatu wasalam, se vetë pejgamberi alayhi salam na ka dhënë një porosi më speciale për Isain alayhi salatu wasalam. Ai tha: "Ana da'watu abi Ibrahim wa basharatu akhi Isa, idh laysa bayni wa baynahu nabi." Unë jam fruti i lutjes që bëri baba im, Ibrahimi alayhi salam, dhe jam fruti i përgëzimit dhe lajmit të mirë që solli Isai alayhi salam. Lajmi i mirë ishte: "Wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmed." Dhe ju sjap lajmin e mirë, dhe ju jap si hariqin, dhe ju përgëzoj me një profet që do të vijë mbas meje, i cili do ta ketë emrin Ahmed. Ahmed do më thënë i lavdëruari,
do të thotë i falëndëruari. Dhe ne këtë do ta shohim se si u zhvillu bota mbas ardhjes Muhamedit alayhi salatu wassalam, dhe do ta shohim këtë ditën e Kiametit ku gjithë bota do të jetë e varfër për gjetë një zgjidhje, dhe zgjidhjen e gjejnë tek Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam, i cili do t'i thotë gjithë njerëzimit mbasi shkojnë tek gjithë pejgamberët, ana laha, unë jam për t'i dhënë zgjidhjen, fa akhirru tahta al-arshi sajida, i bi Allahu xhalla xhelaluhu në hijen e arshit në sejdë, e aty qëndroi duke madhëruar dhe lavdruar dhe vlerësuar Zotin me forma dhe metodika që nuk i kam ditur në jetën e kësaj bote, po mi inspiron Allahu në ato momente për një javë me ballin tokë për Allahun xhalla xhelaluhu, që Zoti i madh t'i japi zgjidhje mbar njerëzimit, dhe mbas një jave vjen nga Allahu xhalla xhelaluhu, ja Muhammed, irfa ra'saka was'al tu'ta washfa tushfa. O Muhammed, ngrije kokën, kërko ç'të duash, se do të jepet, ndërmjetëso për këtë duash, se ndërmjetësimi do të pranohet. Në ato momente pejgamberi alayhi salatu wassalam i lutet Allahu xhalla xhelalu dhe i thot: o Zot, o Allahu Zoti i gjithësisë, ndaje situatën për njerëzimin, se janë në një huti të madhe. Në ato momente fillojnë shenjat e para të ardhjes Zotit për të bërë gjyqjen dhe gjykimin e madh, dhe në atë moment thot pejgamberi alayhi salatu wassalam: yahmeduni man fi samawati wal ardh. Në ato momente do të më falenderojnë dhe do të më lavdrojnë banorët e qiellit dhe banorët e tokës. Vëllezër dhe motra, fundin e surës El-Maide, pejgamberi alayhi salatu wassalam po e lexonte shpesh në namazin e natës. Dhe aq shumë prekej dhe e përjetonte fundin e surës El-Maide, sa që tregon nëna e besimtarve Aisha radhiyallahu ta'ala anha, tregon nënat e tjera të besimtarve, tregon Bilali muezini i pejgamberit alayhi salatu wassalam, se mas leximit të këtyre ajeteve e gjenin tokën nën këmbët e pejgamberit alayhi salatu wassalam të lagësht, trupi i tij, rrobat e tij dhe mjekra e tij të lagura nga lotët që përjetonte leximin e pjesës së fundit të surës El-Maide. Dhe ne do të ndalemi inshallah ta'ala aty, po do të përmendim për momentin mrekullinë e tryezës. Idh qala al-hawariyun ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunzila alayna ma'idatan min as-sama' qala ittaqullaha in kuntum mu'minin qalu nuridu an na'kula minha وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. Përkujtohu Muhammed momentin kur dishepujt dhe njerëzit më të afërt të Isait alayhi salatu wassalam ju drejtuan atij duke thënë: o Isa biri i Merjemës, a ka mundësi Zoti yt që të zbresi mbi ne një tryezë që tjetë ditë feste dhe gëzimi, dhe të ushqehet me të gjithë populli, e tjetë për ne ditë kujtimi, ta kujtojmë gjithmonë si ditë feste dhe gëzimi. Ai ju drejtohet duke thënë: friksojuni Zotit, nëse jeni musliman të vërtet, nëse jeni besimtar të vërtet. Ata vazhduan duke thënë: duam që tjetë një tryezë mbushur me ushqime, të ushqehemi të gjithë pa përjashtim, e të besojmë me siguri të plot se çfarë na ke thënë deri në këtë ditë ka qenë e vërtet, dhe do të jemi dëshmitarët për ty si në këtë botë dhe në botën tjetër. A ka mundësi Zoti yt? Faktikisht, kur futesh në komentimin e Kuranit thuhet: a ka mundësi ti lutesh Zotit tënd? Pra është e mundur ta bësh këtë dua Zotit apo jo? Po pse kanë thonë Zotit tënd dhe jo Zotit? Se një lloj vlerësimi dhe nderimi dhe respektimi për profetin që kishin përpara syve, alayhi salatu wassalam. Qala Isa ibn Maryam
Rabbena enzil alejna maidatan minas sama. Në ato momente lutet Isai alayhi salatu wassalam, o Allah, o Zoti ynë, na e zbrit një tryezë nga qielli, si mbas kërkesës që bën njerëzit e mi më të afërt. Allahu i përgjigjet dhe i thot: Qala Allahu inni munazziluha alaykum, faman yakfur ba'du minkum, fa inni u'adhibuhu 'adhaban la u'adhibu ahadan min al-alamin. Allahu tha: tryezën do t'ju azbres ashtu siç e kërkuat. Po dijeni se kush mohon mbas këtij momenti, dënimin në botën tjetër do ta ketë si dënimin më të rëndë që mund të ekzistojë. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith: njerëzit që do të kenë dënimin më të rëndë ditën e Kiametit janë munafikët, pra hipokritët, dyftyrëshat, ata që shiten si besimtarë dhe musliman, po në brendësinë e tyre nuk kanë lidhje me asgjë, po është thjesht çështje interesi, rroge apo nuk e diun çfarë mund përfitojnë ata duke u shfaqur si musliman. Tha dhe kategoria e dytë, ata të cilët Zoti ju jep një mrekulli dhe pastaj nuk e pranojnë mrekullinë dhe nuk e pranojnë të vërtetën. Ka dhe kategori tjera, po këta janë ndër më të rëndët që do të dënohen në botën tjetër. Kjo më kujton me një hadith kur erdhën i dhujtarët tek pejgamberi alayhi salatu selam dhe i thanë: o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, lutju Zotit që të na e kthej kodrën e Safas dhe kodrën e Merves në Ar dhe ne do të bëhemi të gjithë musliman. Ju tha pejgamberi alayhi salatu selam: a jeni të sigurt në këtë që thoni? Ata u përgjigjën po na u bë kodra e Safas Ar e tëra, dhe po na u bë kodra e Merves Ar e tëra, ne do të besojmë. I vjen Xhibrili pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe i thot: o Muhammed, nëse do ti e bëjmë këtë mrekulli, ama nëse nuk besojnë do të shfarosen, ose për ndryshe leju hapësirë që të kenë mundësi të reflektojnë dhe të pendohen. Tha pejgamberi alayhi salatu wassalam: o Xhibril, do të dëshiroja për popullin tim që të reflektojnë dhe të pendohen dhe nuk ndodhi mrekullia. Po faktikisht nuk është kjo vetëm mrekulli që i është refuzuar, ka pas dhe raste të tjera që ata kanë bërë kërkesa e Zotit nuk i është përgjigj, po kjo nuk do të thotë se nuk e ka pajisur pejgamberin alayhi salatu wassalam me mrekulli të tjera. Janë dhënë pejgamberit alayhi salatu wassalam, vëllezër dhe motra, afërsisht 600 e sa mrekulli. Nuk është vetëm Kurani mrekullia që i është dhënë pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kurani është më madhështoria mrekulli, ndërkohë që janë afërsisht 600 e sa mrekulli të vërtetuara si mrekulli që Zoti ja ka dhënë pejgamberit alayhi salatu wassalam. A zbriti apo jo tryeza? Padyshim që ajo zbriti. Thot në disa transmetime dhe komentime të Kuranit, zbriti një tryezë nga qielli, në të kishte 7 peshq të mëdhej dhe 7 ragifet, pra 7 rrethore buke, dhe u ushqyen njerëzit me to derisa u ngopën. U ushqyen të gjithë. Pra si mrekullitë e ngjashme që ka pas pejgamberi alayhi salatu wasalam, ku ushqimi nuk mbaronte asnjëherë, ku uji nuk mbaronte asnjëherë, ku buka nuk mbaronte asnjëherë. Pra e ngjashme me këtë ka pas dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç ka ndodhur në rastin e Khandekut, siç ka ndodhur në shumë raste të tjera që Zoti ja shumonte ushqimin dhe ushqeshin 300 apo 1000 sa veta, apo pinin ujë nga dora e pejgamberit alayhis salam dhe burimet e ujit dilnin mes gishtave të pejgamberit alayhis salam, apo transmetimi tjetër në një rast tjetër poshtë gishtave të pejgamberit alayhis salam, e pinin ushtria, e pinin njerëzit në mesin e shkretirës, e ngopeshin, e shuanin etjen dhe merrnin me vete derisa ktheheshin me këtë ujë në Medinën e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Le të vim tek ajeti që e bonte pejgamberin alayhis salatu wassalam që të qante, tek ajeti që i madhi Zot Allahu xhalla xhelalu i drejtohet Isës alayhis salatu wassalam në Kur'an
se do t'i drejtohet në këtë mënyrë ditën e Kiametit. Idh qala Allahu, ja Isa ibn Maryam, a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah. Qala subhanak, ma yakunu li an aqula ma laysa bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimta. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت علي شهيدا ما دمت فيهم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الشهيد عليهم وأنت على كل شيء قدير إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم مغفرة دين فنتايتنا. Kur do drejtohet Zoti Allahu xhalla xhelalu Isait birit Merjemës. O Isa biri i Merjemës, a vallë ti ju ke thënë njerëzve që të ta adhurojnë ty dhe nënën tënde si Zota përveç Allahut. Me njëherë Isai alayhi salatu wassalam i përgjigjet Allahut duke thënë: Subhanak, i dëlir jetë jo Zoti im nga çdo emet. Unë nuk ju kam thonë aty në asgjë tjetër përveç sa asaj që më ke thënë ti. Si mund t'i urdhëroja unë njerëzit vetëm se për të vërtetën? O Allah, o Zotim, ti ke qenë dëshmues i asaj se për çfarë i kam ftuar njerëzit sa isha gjallë. E kur më ngrite nga kjo botë, sepse ne muslimanët besojmë se Isa alayhi salatu wassalam, mbas kësaj mrekullie, i vjen urdhë nga i madhi Zot se do të ngrihet në qiell. A i mblodhi nxënësit e tij më të afërt dhe njerëzit më të ngushtë, që numri i tyre ishte 12. Dhe ju thot, siç transmetohet nga Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu me zinxhir autentik transmetimi. Thot Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, i mblodhi nxënësit e tij më të afërt dhe ju tha: Cili prej jush do të marrë formën dhe paraqitjen time dhe do të jetë bashkë me mua në xhenet? Tha heshtën të gjithë përveç një djaloshi të ri i cili tha unë. Pastaj e përsëriti për herë të dytë. Djaloshi tha unë. Pastaj e përsëriti për herë të tretë. Djaloshi tha unë. Tha në atë moment e mori djaloshi pamjen e Isait alayhi salatu wassalam, ndërkohë që Isai alayhi salatu wassalam ngrihet nga një dalje e shtëpisë ku ata po rrinin, nga një çarje, nga një dritare që ishte në çatin e shtëpisë. Dhe u ngrit për tek i madhi Zot për t'u kthyer edhe një herë në tokë, para se të bëhet Kiameti. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ju drejtohet një ditë muslimanëve dhe ju thot: Si do të ndjeheni ju atë ditë kur të zbresi edhe një herë Isai i biri i Merjemës në tokë, ndërkohë që do të futet imam njëri prej jush dhe Isai i biri i Merjemës do të falet si xhamat mas jush. Si do të ndjeheni atë ditë? E kur do të ndodhi kjo para ditës Kiametit? Ku do të ndodhi kjo? Ala menaretin bejda, sharqi Medinetin yuqalu laha Dimashq. Do të zbresi në një minare të bardhë, në lindje të një vendi që quhet Damask. Thot Ibn Kathiri rahimahullahu taala, dhe në vitin 741 të Hijretit. Në vitin 741 të Hijretit. Pra llogaritë me vitet tona para 700 vjetësh afërsisht. Pasi ne jemi tani në vitin 1440 e sa. Thot Ibn Kathiri në librin e tij El Bidaya wa Nihaya, dhe në vitin 741 të Hijretit, në krahun në lagjes në xhaminë e madhe të Damaskut Emowi, në krahun e lagjes që është i krahu i Krishterë, digjet minarja për shkak të një zjarri që ndodhi në lagjen e tyre, u dogj dhe minarja. Dhe u mblodhën të krishterët e asaj lagje dhe e ndërtuan minaren e djegur me parat e tyre me gur të bardhë. Edhe sot e kësaj dite është e njëjta minare e ndërtuar me gur të bardhë, e ndërtuar pikërisht nga këta njerëz.
Si do të ndjeni ju atë ditë, si do të jetë ndjesia juaj, kur do zbresi Isa alayhi salatu selam në tokë dhe imami do të jetë njëri prej muslimanëve. Ai do zbresi në kohën e sabahut, kur do të jetë momenti duke u thirrë ikameti, zbres në krah me lajkesh dhe nën kaçurelat e tij sikur zbresin pikla uji që shkëlqejnë si rubin. E kur e shohin muslimanët aromën dhe e ndjejnë, kur e shohin Isa alayhi salatu selam dhe e ndjejnë aromën e tij të mirë, e kthejnë gjithë kokën dhe shohin që Isa i biri i Merjemes alayhi salatu selam futet në xhami. Dhe gjithë musliman dhe imami i thot urdhno pejgamberi i Zotit bohu imam. Ai thot, jo, imami duhet jetë prej jush dhe është imam i Isait alayhi salatu selam, ummeti i Muhamedit alayhi salatu selam. Ibn Hajeri thot, do të jetë imam i tij Imam Mehdiu alayhi salatu selam. Dhe do të jetojnë në tokë 40 vjet. Dhe do të jenë vitet më të begata të tokës. Flejnë, thot pejgamberi alayhi salatu selam, dhe jetojnë egërsirat me kafshët e buta. Lëshon Zoti bekim dhe bereqet që nuk e ka parë ndonjëherë historia e njerëzimit. Pejgamberi alayhi salatu selam thot, ja mundson Allahu xhelle xhelaluhu Isait alayhi salam bëj haxhin bashkë me muslimanët dhe kthehet nga haxhi dhe normalisht në dorën e tij do të vritet Dejjali dhe pastaj mbas vrasjes Dejjalit do të jenë këto vitet e begata, pastaj kthehet edhe një herë në atë vend dhe ndron jetë dhe i falet xhenazja nga muslimanët dhe thuhet se do të varroset në vendin bosh në dhomën e pejgamberit alayhi salatu selam. Pasi në dhomën e pejgamberit alayhi salatu selam janë 4 vende, 3 vende janë të zëna me pejgamberin alayhi salam, Ebu Bekrin dhe Omerin, dhe thuhet që në vendin e 4 që është bosh do të varroset Isa i biri i Merjemes alayhi salatu selam. O Isa biri i Merjemes, ati ju ke thonë njerëzve që ta adhurojnë ty dhe nënën tënde si Zota përveç Allahut. Dikush tha, ja një nga gabimet e Kuranit. E ku është gabimi? Tha, ja, ju thoni që Isa i ka thënë, unë jam Zot dhe nëna ime është Zot. E cila është përgjigja? Në konceptin islam të fjalës Zot nënkuptohet çdo kush që i lutesh përveç Allahut. A i drejtoheni ju, Merjemes, që t'ju a bekoj jetën, që t'ju a bëj jetën të lumtur, që t'ju japi paqe e tjere, a i luteni asaj, pa dyshim që i luten. Atëherë në momentin që i lutesh dikujt tjetër përveç Allahut, e ke bërë atë Zot përveç Allahut. Si kur ti lutesh Muhamedit alayhi salatu selam, e ke kthyer atë në Zot përveç Allahut. Kështu që nuk është gabim, gabimin gjeni tjetër kund. Nuk është gabimi tek ne. Pejgamberi alayhi salatu selam, kur i lexonte këto ajete, qante dhe i përjetonte. Sepse ndër këto ajete është fjala e Isait alayhi salatu selam kur i thot Zotit dhe sheh hidhërimin e Zotit ndaj atyre që i kanë bërë shok Allahut dhe kanë rënë në mëkatin e idhujtarisë. Në ato momente Isa alayhi salatu selam i drejtohet Zotit duke thënë: O Allahu Zoti im, po i dënove janë robët e tu. S'ndërhy dot. E nëse i fal, ti je i gjithdituri dhe ti je i urti. Kjo e bën te pejgamberi alayhi salatu selam që të qante vëllezër dhe motra. Sepse ai me këto fjalë kujtonte pozicionimin e tij me ummetin e tij ditën e Kiametit. Vëllezër dhe motra, nuk është hera e parë që pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam ka qenë për ne. Ka disa transmetime, shumë transmetime që tregojnë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë për pasardhësit e tij dhe për ummetin e tij. Dhe ky është një nga disa raste që ka ndodhur gjithmonë sa herë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lexonte ajetet e fundit të surës Maide. E përjetonte sikur të ishte ai i cili po flet me Zotin e gjithësisë. E përjetonte sepse mendonte për ummetin e tij. A nuk është hadithi i njohur, hadithi
ku pejgamberi alayhis salam i thot sahabiut nderuar, më lexon një pjesë nga Kurani, dhe kur arriti tek fjala e Zotit, ai sahabiut e ka lexuar pejgamberit alayhis salam, fa kayfa idha ji'na min kulli ummatin bi shahid wa ji'na bika ala haula'i shahida qala hasbuk. Abdullah ibn Mesudit i tham lexon një pjesë nga Kurani. Tha i lexova derisa arrita tek fjala e Zotit, si do të vej halli i tyre atë ditë, kur do të sjellim dëshmues dhe dëshmitar për çdo bashkësi, dhe ti do të jesh dëshmuesi dhe dëshmitari i bashkësisë tënde, më tha mjaft, tha e ngrita kokën, pas që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po qante në dënes. E çfarë kishte këtu për të qarë? Ai faktikisht qante për ne. E ky rasti është rast tjetër, po kemi edhe raste të tjera shumë. Thot një herë pejgamberi alayhis salam çohet në namazin e natës dhe po qante me dënes. Dhe i vjen Xhibrili alayhis salam dhe i thot o Muhammed, Zoti po të çon selam dhe thot, o Xhibril, shko pyete Muhammedin se pse po qan. Normalisht që Allahu e dinte se pse po qante pejgamberi alayhis salam, po që të mbeste si ngjarje dhe histori, e ta dim ne mirësinë e Allahut që na ka përzgjedh për të qenë në ummetin e tij. Tha o Xhibril, kujtova ditën e Kiametit dhe ummetin tim si do të vej halli i tyre ditën e Kiametit. O Xhibril, kujtova ditën e Kiametit dhe ummetin tim si do të vej halli i ummetit tim ditën e Kiametit. Kthehet Xhibrili tek Zoti i gjithësisë, i cili pa dyshim e kishte parë dhe e kishte dëgjuar çfarë ndodhi si bashkëbisedim mes Xhibrilit alayhis salam dhe Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. E shkon Xhibrili tek Zoti dhe e njofton. E Allahu xhalla xhelalu i thot, o Xhibril, ktheu tek Muhamedi alayhis salam dhe thuaj, inna sanurdhika fi ummatika wa la nukhzik. O Muhammed, do të kënaqim, do të gëzojmë, do të lumturojmë në ummetin tënd dhe kur nuk do të mërzisim apo kur nuk do të hidhrojmë. Aty i pushun lotët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i fali 2 rekate falënderimi për Allahun xhalla xhelalu. Pra përjetimi që pejgamberi sa se më kishte me këta ajete ishin pikërisht ky ajet. Nëse i ndëshkon, janë robët e tu, janë krijesat e tua, nuk ndërhyj dot të Zot në punët e tuja. E nëse i fal, ti je i gjithdituri dhe ti je i urti. Në atë moment, Zoti jep deklarimin duke thënë, qala Allahu hadha yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum. Kjo është dita që kush ka thonë të vërtetën do të shpërblehen me një shpërblim të papar tek Zoti i tyre. Për ata kemi përgatitur xhenete në të cilat rrjedhin lumej e kënaqësia e Zotit do të jetë e derdhur mbi ta. E mbyllet suratu Al-Maide duke thënë i madhi Zot Allahu xhalla xhelaluhu, lillahi mulku as-samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lillahi mulku as-samawati wal ard wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir. E Allahut, e Zotit, është çfarë është në qiell dhe në tokë, çfarë kanë mes tyre. E Allahu për gjithçka është i plot fuqishëm, sikur po na thotë indirekt, mos u lidhni me krijesat, lidhuni me krijuesin. Sikur po na thotë indirekt, Zoti nuk ka nevojë që të ketë fëmijë, bir apo bija, djalë apo vajzë, sepse është i gjithëposhtetshëm dhe i gjithfuqishëm dhe nuk ka nevojë që të ketë trashëgimtar apo ndihmues, sepse ai është ahadun samed, një i vetëm, absolut, i gjithëposhtetshëm. Zotit i qofshim fal. Allahu na mëshiroft sa të jemi gjallë, Allahu na mëshiroft kur të jemi në varr, Allahu na mëshiroft ditën kur dalim para Zotit, dhe Allahu na bëv banor të vendit të mëshirës së Allahut, të xhenetit xhalla xhelaluhu. Vëllezër dhe motra, e gjithë bota shqiptare kudo që jetojnë, sot kujtojnë një ditë të madhe dhe të rëndësishme, një ditë ku u mundsua në bazë të atyre njerëzve të mençur dhe ditur dhe të urtë, prej besimtarëve dhe të tjerëve, prej muslimanëve dhe të tjerëve, që të arrijnë në një zgjidhje e cila e kishte emrin pavarësia. Unë e di shumë mirë se ka njerëz që i qëndrojnë skeptik asaj zgjidhje, por ai i cili lexon historinë
dhe ku do të shkonte situata, po mos shkojte çështja në pavarësi. Do të shkojte situata në asimilim dhe zhdukje totale. Vëllezër dhe motra, neve komunizmi na ka mësuar vetëm mbi pushtimin osman, na ka mësuar mbi pushtimin italian apo gjerman. Mirë po sistemi komunist neve nuk na mësoi diçka që ishte më e keqe se këto të gjitha. Gjenocidi i ushtruar mbi shqiptarët nga serbët, grekët dhe malazezët. Kemi qenë drejt një zhdukje totale, një shparosje totale. Kështu që ata burra që e ndërmorën atë hap dhe e gjetën këtë si zgjidhje, e kanë gjetur si zgjidhje që të mos zhdukemi dhe të asimilohemi si kom. Përndryshe nuk do të kishte ndoshta as xhamia dhe përndryshe nuk do të flitej fare ndoshta në gjuhën shqipe. Siç po flasim sot. Kështu që Zoti i mëshiroft e i pastfal ata njerëz cilët e ndërmorën atë hap, pavarësisht se gëzimi zgjati vetëm një vit. E përsëris, pavarësisht se gëzimi zgjati vetëm një vit, mas një viti, në vitin 1913, në mbledhjen famkeqe londineze të Londrës, Shqipëria do të ndahej për t'ju dhënë si dhuratë armiqve të saj, të cilët tentuan që nga viti 1870 deri në vitin 1920 e sa, herë mbas here që të asimilonin këtë popull. Dhe kanë vazhduar, siç e dini, historinë e Kosovës, tentativat kanë qenë deri në fund. Pra derisa shqyr Zotit situata shkoi në çlirim dhe në pavarësi edhe për Kosovën. Kështu që ne duhet jemi koshient dhe të ditur dhe duhet jemi falëndërues ndaj atyre burrave që ndërmorën këtë hap, që jemi këtu ku jemi sot. E Zoti i Madh e ktheft edhe një herë Shqipërinë ashtu siç ka qenë. Amin. Thash, duke ia dhënë armiqve të saj, një pjesë ia dhuruan Greqisë, një pjesë ia dhuruan pjesës së serbëve, kur ishin këtu maqedonësit, e pjesa tjetër e Serbisë dhe pjesën tjetër duke ia dhuruar malazezëve. Jemi vetmi vend në botë që kufizohemi nga gjuha jonë dhe nga gjaku jonë. Jemi vetmi vend në botë që kufizohemi nga të gjitha anët, nga gjaku jonë dhe nga gjuha jonë. Prandaj dhe thash, zgjati pak kjo punë. Po megjithatë, sa u ruajt dhe kjo ka shërbyer për të ruajtur të paktën gjuhën dhe kulturën dhe traditën në të gjitha trevat e tjera. Zoti i pastfal e Zoti i pastmëshiruar. Ajo që dua të them gjithashtu është se shqiptaria dhe shqiptarizmi i vërtet nuk tregohet vetëm në një ditë, po tregohet në sa ne i shërbejmë vendit ton, adheut ton, popullit ton, gjithsecilin pozicionin që ai ka. Një politikan apo qeveritar që vjedh popullin e tij 300 orë në 24 orë, nuk mund të quhet shërbëtor i këtij vendi. Një njeri që ka një përgjegjësi në administrat dhe vjedh 300 orë në 24 orë, lokacionin e tij, vendin e tij, nuk mund të quhet shërbyes dhe shërbëtor i këtij vendi, por është tradhtar. Dhe çdo njeri tjetër, kushdo qoftë ai, në çfarëdo lloj pozicioni qoftë ai, në momentin që nuk i shërben vendit të tij dhe interesave të vendit të tij dhe interesave të popullit të tij dhe nuk i del mball çdo gjë që mund të jetë në dëm të vendit dhe interesave të vendit dhe bashk qytetarëve të tij, ai nuk e meriton ta ketë emrin shqiptar, ai është një mirë tradhtar nëse nuk është tradhtar. Prandaj
Duhet reflektojmë, prandaj duhet ta bëjmë ashtu siç duhet këtë amanet që na ka fal i madhi Zot, që është, tha Zoti, hadha yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum. Kjo është dita ku ata që thonë të vërtetën, i përmbahen vërtetës, jetojnë me të vërtetën, pra nuk mashtrojnë, nuk rrejnë, nuk gënjejnë, do të kenë një shpërblim të pahatashëm tek Zoti i tyre, e që të jetojnë me të vërtetën dhe sipas të vërtetës dhe të mbështesin të vërtetën është detyrë, dhe kjo është adhetaria e vërtet. Lut Zotin e Madh që të na ruaj prej adhetarisë hipokrite, dyftyrshë, munafike, po të na bëj ashtu siç duhet, shqiptar të vërtet, me zemër, me shpirt dhe në shërbim të këtij vendi që e kemi amanet nga të parët tanë, Zoti i pas të falë, e Zoti i pas të mëshiruar. Amin.